Horoskopi ditor e premte 20 qershor 2025. Dashi, kjo është dita e dur për të rikthyer në lojë. Hëna do të hyjë në shenjën tuaj këtë fundjavë, duke sjellë një sër risish si në dashuri edhe në punë. Demi, gjatë kësaj të premte do të keni dëshirë për gjëra të reja, një punë të re, një lidhje të re, e pse jo edhe një shtëpi të re. Fundjava do të sjellë ndryshime. Qielli është mjaft i favorshëm, veç bëni kujdes të mos i shpërdoroni mundësitë që do ju afrohen. Binjakët, kjo ditë për ju nuk është as pak e favorshme, për shkak të një zënke me një të afërmin tuaj, e cila mund të shkatërrojë komplet të premten. Nëse zënka ndodh me njeriu në zemrës, bëni kujdes pasi mund të humni të ruan. Bëni mirë që të ballafaqoni dhe të mbyllni debatet brenda fundjavës. Gaporja, kjo fundjavë do ju gjejë të karikuar me energji. Nëse jeni vetëm, ka ardhur momenti për të gjetur shpirtin tuaj binjak. Sfera profesionale dhe ajo ekonomike do të jenë mjaft të favorshme. Luani, kjo fundjavë do të jetë të shoqëruar me ndonjë problem të vogël në familje, megjithëse nuk duhet të shqetësoheni. Kjo periudhë do të jetë e mbushur me zhvillime të reja premtuese. Vigjeresha, hëna do të ketë ndikim negativ në shenjën tuaj, ndaj bëni kujdes lidhur me shpenzimet apo çështjet burokratike të mbetura pezull. Megjithatë, nuk do të vonoj koha kur do të gjeni qetësinë. Peshorja, këshillohet që të tregoni të kujdesshëm në ruajtjen e ekuilibrit në punë dhe në dashuri. Për shkak të problemeve të shumta në sferën ekonomike, rrezikoni që të shkatërroni dhe atë sentimentale, duke u shfryrë ndaj partnerit. Bëni mirë që do të ballafaqoheni sa më parë dhe të sqaroni çdo situatë. Akrepi, kjo ditë do të jetë e mbushur me emocione. Kushtojeni fundjavën vetes tuaj për t'u rikarikuar pasi do të keni mundësi për t'ia rinisur nga e para. Shigjetari, kjo e premte do të jetë mjaft pozitive pas ditëve të vështira që keni kaluar. Qetësia do të shoqërojë ditët të tuaja, ku nëse jeni të lodhur nga stresi akumuluar, është normale. Ndaj merrni pak kohë për të reflektuar dhe qëndroni në shoqërinë e njerëzve tuaj të dashur. Britsjapi, ju pret një ditë e vështirë, sidomos ato që janë ende vetëm ose pa punë. Kjo periudhë është komplekse dhe kush nuk ka fuqi për të ringritur, do të mbetet keq. Ka ardhur momenti për të bërë një kthes të bujshme, duke përveshur mëngët për t'ia nisur nga e para. Ujori, nuk do të mungojnë mundësitë për të lindurit të kësaj shenje. Një transferim për hir të dashurisë apo punës do ndryshojë për mirë jetën tuaj. Veç arsyeetoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme. Peshqit, ju pret një ditë e turbullt, ndaj jeni sa më të drejtë të sinqertë me njerëzit tuaj të zemrës. Hëna në shenjën tuaj do të sjellë risi në dashuri dhe në ekonomi. Kjo fundjavë do të jetë pozitive, ku më në fund do të jeni të lumtur.